Ta shtetutje të kësojnë ma mirë, vetëm zgjedhje du të pasë, jo zgjedhje, sepse po i kushton buxhetit Kosovës. Mirë, po nuk do të ishte mirë që ne t'i luhemi qytetarët, sepse tani qytetarët janë shumë traskapitur me humbjet buxhetit, 24 milionerë na kushtojnë, një popull i varfër, ne du të zhvillojmë ekonominë, rezerva shtetërore, qojmë parat tek ushtria, sepse armiku mezi po pret, po i kem trupat e NATO-s e ne po bojmë vjersha në kuvend. Këtu do të ishte mirë, ma shumë shëndetësi ta ndërtojmë ma mirë arsimin, cilësi ma të lartë, besa centin e fundit ta qojmë në ushtri, sepse mbi 700 vjetë kjo tokë la me gjak, edhe mos bojnë hajgare me qytetarë, sepse qytetarët kanë hallë shumë çmimet e larta, dikush lufton, ne hiç pa luftë po na vrasin këtu duke ngritë çmimet orë dakik. Po i ngrit. Po cila qeveri është fajtore për këtë? Asnjë qeveri, zoti Kurti nuk i ngrit çmimet, po këtu janë oligarkat, qytetarë, tregtarë të pallankshëm, pa ndërgjegjshëm që na shkatrun, bre nuk na la një ditë me bos buzëqeshje në kantonin e Ferizajt. Po ndihem keq me keqare, ulni çmimet, kartë ikuj mjaft, shteti mund të funksionojë. Mbi të gjitha shteti on shkam. Kur unë pyetje shteti, unë nuk e një askënd. Kjo është zgjidhja jonë, për të shteti përpara ekonomia, edhe për t'i ngrit pagat që jetojnë qytetarët më mirë, sepse kemi pas biseda të shumta nëpër debate që zgjidhja nuk i konvenon, as zgjidhja do të ishte më mirë. Zgjedhjet nuk i duan qytetarët, si kontribon shtetit vetëm e lodh ekonominë. Edhe kisha me hanë që populli shqiptar të vedisohet, bindet në plot 700 vjetë, 7 shekuj pa shtet. Është lakje tuk me gjak nga dëshmorët, i përshëndes heroinat, dëshmorët që kanë dhënë jetë për këtë shtet, mos jo marrin ftyrën, mos bëhen armiqtë e Kosovës, mos ta ngritin Beogradin në këmbë, sepse armiku nuk po pushon, vetëm po sulmon atje po pret. Mezi po pret ta sulmoj Kosovën, po fati ju që i kem trupat e NATO-s. Edhe ne po jetojmë ashtu komë të shkëlqyshëm, ne po na në luftë na ekzistu. Ta shtetutje të kësojnë ma mirë, vetëm zgjedhje du të pasë, jo zgjedhje, sepse po i kushton buxhetit Kosovës, në një që ndihmohet qytetarëve që janë shumë varfënjak, se të shkojnë parat këtë, shkele shka ne, shka këtej, mos luhet me parat e qytetarëve, sepse shteti mbi të gjitha. Kjo do të ishte. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takoj. Faleminderit edhe për ju, mirë pashëm.